Rikthehemi në studio me bisedën një rrëfim të cilin bezoj shumë skuadra do donin ta përjetonin edhe shpresojmë që në të ardhmen e përjetonin edhe të tjerat. Istoku 03 ka arrit këtë vit që ta fitoj turneun më të famshëm në botë sa i përket akademive, sa i përket futbollit të grupmoshave i njohur si Dana Cup. Se çka u bë atje, si u arrit ky sukses, do të na zbuloj sonte trajneri Elvis Bicaj që është bashkë me neve në studion e Radio Dugaxhinit. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Deri për juve për ftesën, i përshëndes gjithë ata që po na ndjekin. Është kënaqësia ime atë jam këtu pranë teje. Rrëfim i jashtëzakonshëm suksesi. Ka qenë diçka historike për neve. Ne nuk kemi shkuar aty vetëm si Istoku 03, kemi shkuar edhe si Kosovë. Absolutisht. Ku më herët biseduam rreth disa pamje që i pave ti. Ne vazhdimisht kemi brohurit atje Kosova, se qëllimi unë ka qenë ta përfaqësojmë shtetin, edhe ka qenë diçka historike ku gjenerata jonë U13 në mesin e më shumë se 70 ekipeve nga 13 shtete të ndryshme në grupin tonë që kanë qenë të shpallëm kampion, ku aty ka pas kundërshtar shumë të fortë. Kanë qenë Akademia Madrid de Chile, ka qenë Bath FA School nga Anglia dhe në finale jemi përballur me Akademinë e Tottenhamit në Hong Kong, ku ka qenë një dramë vërtet, ku besoj se gjatë diskutimit do ta shpalosim edhe atë se çfarë ndodhi. Hec përvonuja se kjo pjesë kjo pjesa e finales, pastaj diskutojmë edhe për detaje tjera, po kjo pjesa e finales mboni jashtëzakonisht shumë përshtypje. Në finale jeni fut me portier të lëndum. Po. Edhe realisht te puna se ndesha ka shkuar penallti, te penalltit nuk keni mujt me llogarit në portier. E vërtet. Çka bënët për me fitu, se gjithmonë te ekipa dikon del një hero. Te ekipa jonë, fatkeqësisht portieri u lëndua në gjysmë finale, edhe u mundu me trajtu, e kishim edhe infermierin me veti, u mundu me trajtu, me bandazhu dorën, po portieri kishte si duket një lloj çami këtu, po na gjatë ndeshjes të rrezikuam me ta, e kalujt pjesën e ndeshjes. Po deri në fund. Edhe në fund, unë e diskutoj edhe me portierin, i thamë se çush po e nin veten, edhe portieri do thotë çdo top që kushtimisht i vjen të nënën e gjatë tina ka qenë shumë problem për ta me mbrojt, edhe na vendosin në fund që me bën një zavendësim në sekondat e fundit, edhe me fut në lojë kapitenin Albanin, i cili Albanin pozitën e portierit. Albani lejtari më i mirë i turneut deri në atë moment, kthehet nga sulmi në port, edhe i mbron 4 penallti. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Bile në fund gjatë një interviste me një gazetare daneze, e pyet gazetare, thotë ti ke sulmuar, thotë po ç'a bone që i pritet këto 4 penallti. Thot, veç që kom thonë mendjes teme, gjuju se nej se e mbron. Edhe thot i kom mbrojt. Edhe me të vërtet ka qenë një gëzim shumë i madh dhe i joni edhe i gjithë kanë ardhur dhe shumë me na përkrah dhe shumë shqiptarë që ishin atje, cilë nga këto dua t'i falenderoj, na kanë përkrah, ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm edhe ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme. Po flasim për një turne që kanë marrë pjesë emra të mëdha, sa hulumtova unë, ke Andrea Pirlo, Xabi Alonso, Adebayori, ke Zé Roberto, vëllezërit Laudrup. Për shumë pak çat momentin fishklima e fundit triumfoni, si u ndjeve ti? A arrite me pranu realitetin në një moment, a u desh pak kohë me pushu për me kuptu çka keni arrit? Fillimisht para finales, unë kam ndjeni më thonë që trupi më jam shumë i ngarkum para finales. Pse? Se ke diçka që asnjëherë nuk e kisha pa në organizim tillë. Do thotë gjithë personat aty që ishin zyrtar vinin na kontrollonin, një nga një na tregonin për agjendën e saktë. Ti në këtë minutë duhet të jesh këtu, ti duhet të jesh këtu, himni flamurit, gjithë duhet të jenë në këtë mënyrë, edhe unë isha aty me fëmijë 12-13 vjeçar. Edhe unë me stafin tim, më thonë që unë jam paraqit në atë aspektin kështë nuk po kom ngarkesë, po ta them këtu që unë më honë mas shumë të ngarkum. Se unë isha si përgjithësi i grupit, edhe i thoja vetit që ku jemi ardhë, edhe qa komendohë thash. Edhe momentin që kemi dalë, ka qenë diçka e jashtëzakonshme për mu, kur olshu himni i Kosovës, edhe flamuri
shumë i madh tu Valvit aty, edhe na gjithë do thotë dorën zemër tu e ndje, edhe ka qenë diçka shumë e madhe, edhe aty ku më thonë vetit që ne kemi ardhi këtu, po na duhet vishë edhe pak kohë që na me mriq ato. Edhe fishklima e fundit, na jem une kur i kemi hup disa penalti aty, i kemi hup 3 penalti radhasi, por Albani mbron 4. Edhe une disa metra larguna prej grupit, se ke shumë i ngarkum. Edhe i thash vetit që nuk ja dolem. Edhe kam qenë pak metra ma mbrapa. Kur Albani pret penaltin e fundit, deri në momentin sa kemi hyrë mbin, out komplet. Ka qenë diska për mu është gjendja ma prej se jam futboll, është gjendja do thot ma e papërshrueshme. Se e kum ditë ku jam shku në një turne që është sikur kampionati botëror i akademive, edhe kemi qenë outsider. Absolut, kemi luajtur me ekipe do thot nivelit shumë të lartë, por me angazhim, me dëshirë shumë të madhe ja arritëm. Edhe kur jemi hyrë mbin, edhe spikeri thot se ekipi nga Kosova nxan vendin e parë në një turne, ka smar me mbi 1000 ekipe, do thot ishe fëmijë 12-13 vjet të çojë për gëzimit. Edhe unë me stafin tim, me trajnerat edhe me stafin përcjell që kem qenë, u mundeshim me i përgëzu fëmijën, me i përqafu, me i majtë ofër vetit, po as na nuk u mujtën pa na shkullatët. Ishte diçka emocionale shumë. Moment jashtëzakonshëm. Do të thonë, me një garë ku marrin pjesë, pothuajse mbi 1000 ekipe, ku janë dikon mbi 100 fusha, me sa kuptova unë të rezervume për këtë ngjarje, krejt shtetet e botës, edhe me arrit me dalë në vendin e parë. Halal. Më shumë se 2700 lojë zhvillohen aty. Domthon, kjo tregon për çfarë lloj organizimi dhe çfarë lloj pjesëmarrje bëhet fjalë. Mboni përshtypje shumë reagimit që e keni marrë prej kundërshtarëve pas përfundimit të finales. Po, vjen një trajner anglez, i cili është i akademisë Tottenhamit në Hong Kong, edhe pasi që i morëm kupat edhe medalet ato, dhe më thot trajner, thot të përgëzoj për sukseset, thot ju kom ndjek edhe në gjysmën finale, thot edhe kam hulumtu për Kosovën, thot kam marrë informacione që Kosova e ka një reprezentacion shumë të mirë, nivelin senior, thot i kam përcjell lejtarët se ku luajnë, thot po une nuk kam menu kur që është një akademi në Kosovë me qëtë nivel. Se thot atje ku na bojmë gara, ky thot unë jam i bindshëm më i miri ekipa e tina. Edhe thot që mdesh me kundërshtar latin, afrikan gjithë, thot po, thot nivel sikur jo, thot nuk kam pa edhe të organizimit edhe të vullnetit shumë të madh. Edhe faleminderisht për ti na përgëzoj vazhdimisht, edhe na ka ofru që në të ardhmen, thot kam dëshirë me juftu edhe për ndonjë event tjetër që të bashkëpunojmë. Po une këshillën e tina ose falenderimin e tina e vlerësoj na sepse ai është ish lojtar i cili ka luajtur edhe në ligat angleze. Është një njerëz shumë i përgatitur, një njerëz profesional, edhe kur ti thot këto fjalë, atëherë edhe për neve diçka shumë e madhe se atë punë që tu e bën dikush po ta vlerëson. Përpos aspektit sportiv, këtu ekipi përfiton shumë edhe në aspektin e pamjes, pra të futbollistëve, sepse në turne si ky ka shumë menaxher dhe shumë agent që përcjellin grup moshat e reja. Po, ne edhe më herët biseduam, tani ndoshta nuk është mirë edhe ta përmend emrin menaxherit i cili po mënoj vetëm kështu pa emra. Nuk do të frish punë kur gjë. Na ka ofruar menaxheri, edhe na ka ftu do të thotë për një takim me të, ku kemi bisedu për një lojtar tonin i cili është kërkuar nga 4 ekipe norvezeze, edhe qëllimi i turneve jashtë vendit, edhe i shkollës time edhe i stafit tim është që ne dalim edhe t'ju ofrojmë edhe fëmijëve edhe pamje të reja, me pa diçka tjetër, me pa një organizim tjetër, po edhe te aspekti i skautave që dikush të bjen sytë e tyne edhe del në nivel tjetër. Dhe për neve ka qenë shumë e rëndësishme, do të thotë me pa se çish organizohen turnet e mëdhej. Po në momentin që na ka ardhur një ftesë për një lojtar tonin, për neve ka qenë diçka shumë e madhe. Pra po them se në momentin që të afrohet një scout për një lojtar tonin, atëherë puna jote po vlerësohet. Jashtëzakonshme, ha? Do thonë, pjesëmarrja në këso niveli, hapja shumë dyrve,
plus ftesa që vijnë pastaj për turne tjetër se me qenë ke mesatar ose nën mesatare, jashtë nuk është që të ftojnë. Jashtë kanë qef me u sfidu me ekipe që në këtë rast si Kosova i befason me një ekip nga Istogu edhe i lën shtangun, se nuk mundesh Dana Cup është e pamundur me fitu të çdo vjet. Se gjithmonë dalin gjenerata tjera nga mbar bota. Mu më intereson me ditë ka ideja me formu Akademinë e Istogut 03. Unë më herët kam qenë në refer, edhe kam pas një lëndim, ku aty nuk kam mujtë me vazhdu me referimin, edhe jam përsaktu që ti përfundoj licencat për trajner, edhe bashkë me disa shok, kemi vendosur ta hapim një shkollë futbolli. Ku unë më herët kam punu edhe 2 vite në një klub tjetër, kam punu si trajner, e kam marrë një përvojë të vogël, edhe pastaj vendosa që ta hapim shkollën tonë me një filozofi ndryshe, me një sistem ndryshe të punës, me një staf ndryshe, ku gjithë trajnera që i kam, nga 7 trajnera, asnjëri nuk e kalon moshën 30 vjeçare, përveç meje. Është shumë e rëndësishme që në shkollën tonë është një qasje ndryshe, janë më shumë se 400 fëmijë. Kjo tregon, do të thotë, për punën tonë, për qasjen ndaj tyre, për organizimin që kemi brenda shkollës, edhe ne jemi organizuar që prej vitit parë të themelimit ne të udhtojmë në turne jashtë vendit. E keni pas synimin e qartë? Synimi ka qenë i qartë. Ne nuk do të zhvillojmë gara vetëm në regionin tonë 03 ku jemi. Ne dojmë me dalë në nivel tjetër. Arsyeja ka qenë këto që e folëm më herët. Duhet me na pa dikush. Duhet na me pa diçka tjetër. Ka shumë talent për me ofru. Ka shumë ka. Edhe nëse ti aktivitetin tonë e zhvillon veç brenda komunës tonë, mundësia që me të pa dikush ose ti me pa diçka tjetër është shumë e vogël. Kështu që ne prej vitit parë, kur kemi fillu mas parë në turnet në Shqipëri, Maqedoni, pastaj kemi fillu në Itali, Kroaci, Dana Cup hera dytë, besoj që në vitin 2026 prapë do të jemi në Dana Cup. Kështu që gjithmonë qëllimi jonë është që fëmijëve t'ju ofrojmë diçka tjetër. Diçka tjetër që do thotë përkufizohet më shumë në aspektin profesional. Ka qenë kënaqësi me diskutu me ty gjatë gjithë kësaj kohe edhe me i mësu detaje shumë të rëndësishme. Nuk e dija me të nejsan që ke pas me përmend diçka që ndoshta nuk u përmend gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, ke fantastike me dëgju një histori të tillë. Faleminderit për te, na jam shumë për mua ka kënaqësi me ardhur këtu dhe me shpalos gjëra për rreth turnirit Dana Cup dhe shkollës time të futbollit. Nëse më lejon një falënderim desha me po, desha ti falenderoj gjithë trajnerët në shkollën time për punën që e bëjnë, të gjithë familjarët e fëmijëve që na besojnë neve për punën tonë, edhe për fund desha ti përshëndes 2 vajzat e mia të vogla, Ajarën edhe Enarën, që sigurisht janë motivi atë për punë. Gjithmonë. Faleminderit shumë. Ju uroj shumë sukses edhe edicioneve tjera, po edhe ashtu me Akademinë kudo që merrni pjesë, pasi suksesi juaj është sukses për Kosovën, është sukses për futbollin e Kosovës, absolutisht. Shumë faleminderit. Kam një dhuratë në fund për ty nëse më lejohet. Po, faleminderit shumë. Bluza e Dana Cup që kam dëshirë me ta dhuru. Edhe është një logo e Istogut 03. Këto definitivisht komeruj gjatë, fantastike. I gëzofsh. Fantastike. Faleminderit. Ju uroj shumë sukses edhe shumë faleminderit që jeni konë sonte në Radio Rrugaxhini me zbulu historinë e ju. Faleminderit.